Ky realizim i qendrës rehabilituese mendoj që do sjell pafund të mira te familjet tona edhe te qytetarët tonë. Pjesa tjetër që dua ta ndërlidhi, diçka e re për mua, një angazhim çdo ditor duke taku nga afër qytetar. Atë që e them pa modesti është që jam mirëprit shumë nga qytetar, po marr mesazhe pafund. Edhe një diçka pavarësisht rezultatit, është një frymë e re, është një energji e re, ka njerëz me një vizion tjetër, kemi të rinj që janë në listë, që rinia duhet të kontriboj fuqishëm, edhe ajo pavarësisht rezultateve, pas datës 7 qershor, sukses e quaj ku shumë persona që janë kandidat për deputet kanë përqafuar kauzën time 7 vjeçare. Kjo më bën pafund të lumtur, sepse edhe ata po e ngrisin zërin ndaj një problemi madhor që ka qenë për 7 vite, ndoshta problem vetëm i imi dhe i qendrës Rijeta. Kur e them vetëm i imi, duke vlerësu çdo kontribut, po në nivel nacional, mendoj se duhet të jipet më shumë.